Hetimet për dosjen e njohur si Aruba mësuese po thellohen. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në koordinim me Byron Kombëtare të Hetimit kanë shtuar intensitetin e punës hetimore rreth një grupi të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash nëpërmjet investimeve në territorin shqiptar. Me autorizim të gjykatës posaçme, hetuesit kanë kryer kontrolle në zyrat e Këshillit Kombëtar të Territorit KKT, ku janë sekuestruar 10 praktika dokumentare të lidhura me shoqërinë në hetim. Sipas burimeve, mes dokumentacionit të sekuestruar, gjenden dosje lejesh, ndërtimi për kullat, komplekse turistike dhe projekte të regjistruara si investime strategjike. Në qendër të dyshimeve të SPAK-ut janë disa emra biznesmenësh: Artur Sheu, Artur Koçeku i njohur si Luciano, Alfredo Amzaj, Ilir Shtufi, Orest Sota dhe Orgjes Birçaj, të cilët sipas hetuesve dyshohet se kanë kanalizuar fitime nga aktivitetet kriminale drejt sektorit të ndërtimit, turizmit dhe bizneseve të tjera në përpjekje për t'i pastruar këto para. Sipas informacioneve, projektet e ndërtimit përfshira në dosjet e sekuestruara shtrihen në disa nga zonat më të lakmuara të vendit: Palasa, Gjirilazit, Vlora, Tirana dhe pjesë të tjera të Bregdetit shqiptar. Por si u zhvillua çështja deri këtu? Në qershor, SPAK vendosi masa sigurie ndaj një grupi biznesmenësh të dyshuar për pastrim parash të ardhur nga trafiku i drogës nga Amerika Latine, të kanalizuara përmes ndërtimeve shqiptare. Operacioni erdhi si rezultat i bashkëpunimit mes disa vendeve evropiane, kryesisht Britaninë, Spanjën dhe Belgjikën, nga ku vinin informacionet fillestare. Goditja synoi rrjetet e drejtuara nga Koçeku dhe Amzaj, të dyshuar për shpërndarje kokaine në shkallë kontinentale, ndërsa fitimet sipas akuzës kalonin për t'u pastruar në Shqipëri, nëpërmjet bashkëpunimit me Sheun, Shtufin, Birçan dhe Sotën. Sipas vendimit voluminoz të gjykatës posaçme, dosja hetimore niset nga takimet të dokumentuara mes personave të përfshirë në trafikun e drogës në qytete si Antwerpi, në Belgjik, në Majorka, Spanjë, deri tek takimi më i diskutuar prej të gjithëve, ai zhvilluar në ishullin e Arubës, në Antillet Holandeze. Këto takime të zhvilluara mes viteve 2018 dhe 2021, sipas SPAK, kishin në fokus kryesisht veprimtarinë e trafikut të narkotikëve, por sipas hetuesve, u diskutuan aty edhe investimet në Shqipëri. E lidhur pikërisht me takimin në Aruba, prokuroria e posaçme SPAK zyrtarisht ka pranuar që aty kanë qenë të përfshirë dhe zyrtar të lartë shtetëror, por deri tani emrat e tyre kanë mbetur anonim. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë është njoftuar sot në media, që një grup sigurisht prokurorësh edhe agjentësh të Byrosë Kombëtare të Hetimit kanë shkuar dhe në zyrat e Këshillit Kombëtar të Territorit, kanë bërë sekuestrime të dokumentacioneve të nevojshme për hetimin dhe kryesisht të asaj se çfarë lidhet me atë që cilësohet dosja Aruba, ku dyshohet se paratë të cilat vinin nga trafiku ndërkombëtar i kokainës pra nga Amerika Latine drejt Evropës janë pastruar në Shqipëri nëpërmjet investimeve në pasuritë paluajtshme, kryesisht në ato që kemi cilësuar, pra në kulla, në resorte e tjera me radhë. Mirë, për diskutuar për këtë çështje, unë kam të ftuar sonte në skenë krimi avokat Leonard Krajn. Avokat, shumë faleminderit. Kënaqësi t'ju kem avokat Red Ramaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Në zyrat e Këshillit Kombëtar të Territorit, zyrat si domethënë që drejtohet nga kryeministri Rama, ai është le të themi firmëtari i këtij institucioni. Kemi të bëjmë me sekuestrime dokumentacionesh, ku e çon këto dokumentacione hetimin e SPAK? Në çfarë nivele? Unë mendoj që hetimi për sa i përket Albanian Files ose çështjes Zvërnecit apo rasteve të ndërtimit në Shqipëri ku kryesisht financimi vjen nëpërmjet paraje të dyshuar si të pisët, është një hetim i cili duhet të jetë serioz, i fokusuar dhe është thelbi i gjithë kësaj situate, mendoj unë, që po kalon Shqipëria në këtë moment, qoftë e protestës, qoftë e pakënaqësisë qytetarëve, qoftë edhe një problematikë ekonomike që është krijuar si pasojë e investimeve që mund t'i themi të dyshimta, apo mund ta themi edhe me plot gojën duke parë gjithë raportet ndërkombëtare apo investigime ndërkombëtare që futet para e pisët kryesisht nëpërmjet trafikut drogës nga jashtë në Shqipëri. Dhe SPAK tu duhet të jetë serioz. Normalisht dosjet e KKT-s janë dosje kryesore në këtë hetim. Pse janë dosje kryesore që i shërben hetimit? Sepse në këtë dosje mund të provohet lidhja midis personave që kanë ardhur për të investuar,
parave ose seriozitetit tyre për të investuar nëse janë biznesmen apo jo, mënyrës se si kanë vendosur këto para, pra kanë treguar diku tjetër që kanë kryer investime serioze, janë njerëz lidhur me individ në Shqipëri që kanë baza biznesi ose investimesh, apo jo, apo janë njerëz anonim me kompani offshore kryesisht, apo vetëm individ, që është akoma më keq. Pra gjitha këto mënyra duhet të jenë të fokusuara te këto dosje dhe lidhja pastaj midis këtyre individëve të dyshimt me politikën. Dhe KKT-ja ka qenë organi ose është organi me ligj i cili jep këto kulla gjigande që kemi parë të flitet dhe në Albanian Files apo në raste tjera, pra një ndërtim masiv në Shqipëri me kulla. Unë kam parë disa raste tashmë në Tiranë dhe për shkak të punës ku shohim kulla në gjithë Tiranën dhe nëpër lagje, në zona krejt vogla, të cilat kanë pallate të tjera, kryesisht 10 kaç, 12 kaç, ku do ndërtohet edhe një kull në mes 50 kate. Duket nonsens. Me rrugët të cilat janë rrugët e para 50 vjetësh, 60 vjetësh, po në atë lagje. Pra kjo lloj mënyre funksionimi, zhvillimi që kërkon ta bëjë kryeministri kryesisht, duket paradoksale dhe hetimi, nëse ka seriozitet në hetim nga ana e prokurorisë posaçme, që unë besoj që ka, duhet fokusohet në këtë formë. Pra dosjet, individët dhe lidhja e tyre me politikën. Këto të treja e zbardhin puzzle-in. Mos them pastaj që Albanian Files e kanë thënë shumë veta, aty ka element, fakte të dhëna që i ka bërë vetë kryeministri apo njerëz rreth kryeministrit apo bashkëpunëtorët kryeministrit, cilët e kanë servirur gjithë të situatë, sepse nuk besoj që gjithë bota u zgjua një ditë dhe tha në Shqipëri duhet të ndërtojmë ose duhet të hedhim nuk e di sa miliona dollar, sa miliard dollar, apo duhet të bëjmë disa kullat mëdha, sepse interesi për Shqipërinë është shumë i ulët. Apo ne kishim disa para të gjeneruara nga diku, pra si shtet, dhe s'kishim këtë qonë dhe tham hajde të bëjmë një gjë të madhe si Dubai. Ne si jemi Dubai, ne nuk kemi naftë, nuk kemi diçka tjetër. Pra kush e financon këtë pjesë, atëherë është detyrë SPAK për ta nxjerrë. Okej, faleminderit Ramaj. Nard, çfarë kërkon BGH-ja në zyrat, në një nga zyrat që drejtohet nga kryeministri? Ta themi kështu? Mund ta themi kështu? Po mund ta thuash si dua, është një lloj është ajo, po për qenë korrekt. Për qenë korrekt. Fakti domethënë që kanë trokitur në zyrat e KKRT-s, do të thotë domethënë që ky është një lajm shumë i mirë për ata që shpresojnë shumë tek një lloj drejtësie, nuk po flas perfekte, por një lloj drejtësie normale që do duhet ta kishte çdo vend që aspiron për në Bashkimin Evropian. Nuk mundet në asnjë lloj arsye të logjike njerëzore, sa më pak juridike, që ti të thuash domethënë që unë po hetoj paratë e drogës dhe të krimit që kanë hyrë, qoftë nga ti e quhet e Aruba, po unë do ta konsideroja nga gjithë bota pan-europiane dhe amerikane, ku ka operuar bota e krimit, nuk mund të thuash domethënë që duke hetuar këta neve ja kemi arritur qëllimit. Pse e them këtë? Sepse koncepti i konsideruar tashmë në kodin ton penal midis korrupsionit aktiv dhe korrupsionit pasiv është i taksativ dhe i normuar tashmë nga ligjvënësi, nga ata që e kanë bërë kodin penal, më të zgjuar se sa ne, të cilët do duhet ta zbatojmë atë, ku thuhet qartasi që korrupsioni pasiv dënohet më shumë se sa korrupsioni aktiv. Çfarë do të them? Mund të ketë ardhur ai nga Aruba dhe ka kërkuar që ta bëjë shesh Drimadhesin apo Palasën, apo ku di unë, edhe Tiranën. Por ama dëshira dhe paratë e tia nuk do duhet të konvergojnë edhe me vullnetin e atij të cilit firmos lejen e ndërtimit në lidhje me këtë gjë. Dhe ai që firmos lejen e ndërtimit në lidhje me këtë gjë është qeveria. Është kryetari i KRT-s, është sekretariati, e gjithë me radhë. KKT ka qenë herët. Është sekretariati dhe gjithçka tjetër. Dhe në rast se neve do shkojmë tek ideja, domethënë që do hetojmë dhe do të çojmë përpara drejtësisë edhe këta personazhe, të cilët teorikisht dhe një po them, dënohen me ligj, me kod penal më shumë se sa ata të tjerët që janë të Arubës, apo të botës krimit që kanë ardhur për të ndërtuar apo për të pastruar paratë këtu. Këtë gjë me keqardhje them që unë nuk e kam parë në këto 5 apo 6 vite të operimit të SPAK-ut. E them këtë sepse në pjesën më të madhe, në 90, mos ta bëj 99% të rasteve, ka pas një dëshirë apo vullnet apo kaparosje
konsideroj si duash nga ana e SPAK-ut kur ka shkuar në gjykat për të implementuar veprat penale të atyre të cilët i kanë konsideruar si njerëz të cilët kanë shpërdoruar besimin e publikut. Ata kanë konsideruar shpërdorim detyre, unë me qindra herë kam thënë dhe do ta rrithem prap, nuk është shpërdorim detyre, është korrupsion pasiv. Por këta e kamuflojnë me idenë e shpërdorimit të detyrës, sepse e para nuk kanë këllë që ta jetojnë ashtu siç duhet, dhe e dyta nuk duan të lodhen aq shumë për ta jetuar çështjen, sepse të faktosh korrupsionin pasiv është më e rëndë tamam, më e vështirë se sa shpërdorim detyre. Nuk lodhen shumë, i futin një shpërdorim detyre, shërbim prove, mbaroi filmin, ai mund të ketë vjedhur miliarda lek të shtetit shqiptar, nuk ja asja sekuestron, asja konfiskon. Shqiptarët e doja trokasin, thonë SPAK-u nuk ka se si SPAK-u, nga ana tjetër unë po them domethënë që ky SPAK-u në këtë lloj faze, në këtë lloj qasje, nuk ka asnjë më shumë se sa më pak se sa krimet e rënda dikur, madje ato krimet e rënda dikur mos harro kanë dhënë 45 vendime me përgjim të përjetshëm. Pra kurse këta akoma nuk e kanë dhënë një. Ta një nuk e kanë dhënë. Kur ta japin një do themu një. E dhan një. Është dënuar ka intervisha i fundit që më kujtohet mua që dënuar për dënim të përjetshëm. Që vazhdon akoma. Ka vazhdon akoma, sepse nuk i kanë mbaruar atij zotërisë, se ai është në gjykim për vepra të tjera penale. Është në gjykim klarin nuk është për një çështje. Por nuk ka, thash dhe një që ta mbyll këtu. Nuk ka një personazh që të vijë jo nga bota e krimit, por nga bota korruptive, atyre të cilët konsiderohen si njerëz të veshur me pushtet. Dhe pushtet nuk e kanë fjalën duhet të jesh kryeminist apo ministër me domosdoshmëri. Edhe drejtor, edhe nën punës, edhe kryetar komisionit vlerësimit të oferta apo njësisë prokurimit, që të ketë marrë dënim sipas ligjit. Nuk u them mund t'i dënojnë me vdekje. Do diskutojmë pak më mbrapa avokat se kam çështje pikërisht për këto dënimet që kalojnë ndoshta në dukje pak lehtëshëm, por ndoshta ju dhëm të arsyen toni dhe ligjërisht, përse janë lehtëshëm. Shkuarja SPAK në KKT, në Këshillin Kombëtar të Territorit. Mund barazot ky institucion me librin The Albanian Files, a ka nisur mendoni ka nisur një hetim për The Albanian Files? Çfarë mund gjeni tuesit? Shiko, nëse flasim për rastin e Zvërnecit dhe nisjen e protestës, si mundet që të mendoj një qeveri, kushdo qoftë pa dallim domethënë krau, të mendoj që të ndërtoj barbarisht në një zonë që është e mbrojtur. Diskutimi ishte, unë kam gjurë shumë ministra që thonë jo është kategoria 4, jo është kategoria 5, ajo është zonë e mbrojtur. Por nuk ka rëndësi çka kategorie ose si e vendos ti. Është një pasuri, është një lagun, ka disa shpend, ka një ekosistem dhe këto mbrohen. Europa i mbron. Ne duhet i mbrojmë, nuk ka asnjë arsye. Dhe ti të thua që do bëj një resort, çfarë do lloj resorti, por që tani ka shtuar kryeministri e thotë që do bëhet me standarde europiane. Është diçka që nuk e mbulon dot problemin. Ti e para njëherë ke një problem shumë të madh me tokat që mund ta diskutojmë më vonë. Ti ke një problem të pazgjidhur me hipotekat e me gjithë institucionet të cilat janë në nivelin më skandaloz. Dhe mbi këtë problem të vendosësh dhe të sjellësh dhe disa të fortë, nëse mund ta themi, ose disa biznesmen të huaj ose shqiptar të huaj të cilët vinë dhe e marrin tokën sipas interesave të tyre ose piketojnë paraprakisht dhe pastaj bëjnë ato manovra në gjykat për të qenë ata pronarë dhe jo të tjerë, se mund ta bëjnë thjesht në Shqipëri. Atëherë ti futesh në konflikt me qytetarin dhe këtë ka bërë qeveria. Po ky konflikt kryeministri ka thënë që do ta zgjidhë gjykata. Pra, edhe Berisha më kujtohet në një ndjes për ndërprerje, po për ta sqaruar dhe Berisha më kujtohet në një reagim tim tha që investimet mund të vazhdojnë ndërkohë që çështjet e pronësisë i zgjidh gjykata. Po, një çështje pronësie normale në Shqipëri sot zgjat 30 vjet. Dhe gjykatat i kanë çuar në këtë drejtë këta politikanë që flasin, ta që përmende, me reformën gjyqësore, me situata tjera, me reformën drejtësi, nëse doni. Sot stoku dosjeve në gjykata lart nuk e thot se sa ka, nuk e di. Në apel është 60.000. Në vende të tjera në apel administrativ nuk e dim sa është. Fa kongresmeni amerikanë që janë mbi 200.000 dosje. Po, në total mund të jenë mbi 200.000 dosje. Tani janë 200.000 familje ose fisët ndaj që presin. Ose edhe 200.000 individ po të ishin, në shumë. Pra shumë. Nuk mund ta themi që është problemi i gjykatës. Ti si politik ç'a bën? Se dakord do ta zgjidhë gjykata. Ti e ke shtuar konfliktin duke futur një person tret,
e rrit konfliktin. Po pavarësisht saj, çështja është më e madhe se kaq, nuk është vetëm midis një biznesmeni dhe një qytetari që ka pronën. Çështja është apo vijnë para të ndershme për të rritur dhe investimet në Shqipëri dhe për ta zhvilluar Shqipërinë, apo po vijnë para të cilat e infektojnë ekonominë dhe do ja shohim më vonë problematika. Se po në gjithë Shqipërinë nuk mund të investohet me para në zezë. Është nonsens. Si do ta zhvillojmë Shqipërinë me kulla 50 kaçe, 60 kaçe në Tiranë, po mira, mund pretendojmë që të gjitha e kanë burimin të jashtëligjshëm Ramaj? Po nëse e ka shumica, sipas gjithë investigimeve, nëse shumica e ka, atëherë është problem. Nëse një pjesë e ka dhe 50%, atëherë është problematik shumë e madhe. Unë nuk di një biznesmen serioz të huaj i cili ka thënë që në Shqipëri duhet të investojmë se ka një klimë shumë të mirë. Shqipëria bie me numër popullsie, pra nuk ka një treg të madh. Shqipëria ka ato pasurit, po nëse japim pasurit, pra i themi hajde merret gjithë nartën dhe zvërnecin dhe gjitha, duket pak nonsens. Pra atëherë po, vjen çdo kush, thotë ma fal një zonë dhe ta mbaj unë, ta menaxhoj unë. Gjithë fitojnë aty. Pra nuk ka logjik. Tjetër gjë, pra të ndërtojë resorte në zonat saktura të vdekura kryesisht, dikush mund ta bënte më të mirë dhe të merrte 500.000 në vit turist nga jashtë dhe vetëm taj resort i sill ose 100.000 ose 50.000 nuk ka rëndësi. Pra kjo është tjetër metodë zhvillimi dhe tjetër është të bësh një kull në mes të Shkodrës. Për shembull zhvillimi sot është një kull 50 kaçe në mes të Shkodrës. Kush është fitimi i qytetarit të Shkodrës? Në një zonë ku mesatarisht është 3-4 ose 4-4 ndërtimi. Ti thua do bëjmë një në mes aty. Pra, jemi jashtë loje në këtë aspekt. Kush është interesi? Kush është ai biznesmen që do me ndërtu kull në Elbasan 50 kate? Një biznesmen i suksesshëm. Jo, ti thoj këtë gjë tjetër, kush po e kontrollon? Sepse këtu kush po kontrollon çfarë? Ja, këtu sponsor i pastrimit të parave po bëhet shteti, qeverisja, në radh parë dhe duhet hetimi. Dhe Banka e Shqipërisë në radh dytë. Dhe një herë po e them, dhe nuk u çmenda nga truta kokës, këtë që po them. Sponsor i pastrimit të parave në Shqipëri është qeveria dhe Banka e Shqipërisë në vend dytë. Pse e them vend dytë? Sepse banka, sido që të vi puna, do varet teorikisht dhe praktikisht nga politikat e qeverisë. Ta bëjmë më të thjeshtë historinë. Redi është një person që ka miliona euro të akumuluara për shkak të punës, le të themi, me narkotik jashtë vendit. Nuk ta uroj, mos u lof. Nuk ta uroj. Para po aktivitetin. Pa, tani Redi vjen në Shqipëri dhe do që t'i pastrojë ato para. Dhe kërkon tek Andi, që është kryetari i qeverisë ose i KKT-s, për të ndërtuar këtë kullën 50 kat mes Tiranës apo mes Vlorës, pak rëndësi ka. Pyetja që u ngre, kjo qeverisja e kontrollon Redin se nga i vijnë burimi parave Redit për ta ndërtuar një gjë të tillë? Një. Në rast se Redi thotë domethënë që unë marr kredi nga banka, ku i ka marr? Sepse dhe vetë banka kur merr kredi do duhet të lësh një kolateral. Një mënyrë ti të jesh një lloj kompanie e tillë e shëndetshme ekonomikisht, saqë ti të jetë e besueshme edhe për bankën. Ti je një kompani shumë e madhe, të marrësh 50 milionë euro, 30 milionë euro. Këtu i kanë ato lek në të zezë. Nuk kanë problem pastaj të akaparojnë 4-5-6 kompani nën kontraktore të cilat e ndërtojnë me ndërtimin, ashtu si ku do ndodhte në rastin e Arubës. Rasti i Arubës ishte rasti tipik i personave Koçeku, i vëllezërve Koçeku, të cilët kishin lidhur marrëveshje me Nova Konstruksion të Ilir Shtufit, dhe çfarë bënin ata? Thjesht paratë e tyre i akumulonin tek Ilir Shtufi dhe Ilir Shtufi nën zërin e një kompanie, le të themi, ndërtimi, le të themi, menaxhonte këtu. Problemi që ndron këtu, ti si shtet, si ai jep? Është në hetim kjo gjë. Po mirë, ai është një, se doli, ka me qindra këtu. Ti si ja ke dhënë ti lejen e ndërtimit kësaj kompanie? Me çfarë kredencialesh ja ke dhënë, dhe si ky person, domethënë pas ka, le të themi, futur në ndërtim. Ky është një rast, po ata me 100.000 lek kapital, pa qenë fare asnjëherë ndërtues hapin një kompani këtu dhe ndërtojnë një kull të madhe, që është akoma dhe më e pastër. E the shumë ashtu, ti shkon nesër në bankë ti Andi, merr 1 milion lek vjetra dhe shkon në sportel. Thua do depozitoj tek llogaria ime personale. Ajo bankës nuk e bën një pyetje kështu sepse ka qef me bë pyetje, se as do ta di për ty. As për ty as për ty. Do raportim në institucion. Do bëhet raportim në institucion, thotë, sotri nga të kanë ardhur këtu, nga është burimi i këtyre parave.
Na kanë ardhur para, sepse do arsyetohet. Pra, për atë 1 milion lekëshin e vjetër tëndin, bëhet shteti bish për ty. Për atë 1 miliard euroshin e këtyre zotrinjve, nuk pyet as edhe një njeri se si bëjnë këto para, prandaj të thash që shteti është sponsori kryesor i pastrimit të parave në këtë vend. Dhe këtu spaku, mendoj unë, që është nuk e ka cekur as majën e icebergut. Pra, jo as pjesën që është mbi ujë. Tek pastrimi parave. As majën e icebergut. Se këta thanë që neve kemi sekuestruar 500 milion euro. Po 500 milion euro ti sekuestrosh është një gjë. Ti konfiskosh është një tjetër gjë më e madhe. Shumë herë më e madhe. Unë do doja që pikërisht për të çështje ne të dëgjonim një deklarim në një tryez konsultimi që u bë një ditë më parë me përfaqësues nga kuvendi dhe sigurisht të institucioneve të tjera ku fol dhe për çështjen e pastrimit parave, një fjalim i cili në dukje mu duk interesant erdhi nga deputeti Arjen Ndoja, ish prokuror, që me sa duke referuar disa dispozitave ligjore dhe referencat të tjera ligjore, dha këtë shpjegim dhe ne rikthehemi e dëgjojmë dhe rikthehemi ta diskutojmë këtu në studio. E para për bankat e nivelit 2, është ligji për paqen fiskale që kemi thonë ne, që për mua është formë e pastër pastrimit parave në Shqipëri, dhe aktiviteti i bankave të nivelit 2. Ne kemi ngel duke kap personat, ne ndjekim personin. Ne kemi ngret kultin e individit në Shqipëri, kjo ndodh në partitë politike, kjo ndodh gjithkund. E tha personi fizik X, edhe kjo është gjithçka jo. Ne kemi mundësinë që ta kontrollojmë pastrimin e parave nga bankat e nivelit 2. E ka guvernatori i Bankës së Shqipërisë detyrim, e ka me ligj, duhet ta bëjë auditimin, e duhet bëjë referimet, e ka Agjencia Mbikëqyrjes Financiare që nuk e di a ka një person e mbikëqyrjes financiare, jo inteligjencës. FIO është këtu, e ka FIO, e kanë dhe agjenciat e tjera. Pra ne nuk duhet nisemi gjithmonë nga individi që ndodhi një ngjarje, pas ka sensibilitet publik edhe në gazeta dhe shtypi, gjykata vendoset në ndrysni ta dënojmë pse ka fol shtypi pa prova, që për mendimin tim s'është fare as etike as profesionale. Dhe në finale, ato që po ndodhin, këto projekte që tha dhe sot e Biluk Bashki apo të tjerë, që janë fakte. Ne mjafton shkojmë të AZT-ja, të shohim sa projekte janë miratuar, kush ka aplikuar për ato, dhe marrim origjinë ose të shkojmë te një notar, formë praktike fillimit procedimit kryesisht. Një mbar shohim një kull gjigant në Tiranë, e të shkojmë te noteri i cili ka bë kontratat e shitblerjes së drejtave reale, qoftë kontratat e porosisë në fillim apo edhe të shitjes në fund. S'kemi nevojë të ndjekim individin, patjetër duhet ndodhi ngjarje, larg qoftë nuk ja uroj kërkujt kur vdes dikush, e bëjmë një herë biznesmen, pastaj e bëjmë dhe autor një vepër penale. Ti bëjmë këto gjëra kur janë përzgjalli. Mirë, ky është deklarimi i deputetit Ndoja në këtë tryez konsultimi, ku siç e dëgjuam së bashku ai dha disa pika se ku mund të jenë, le të themi, mund të fokusohet hetimi për parandalimin e pastrimit parave ose hetimin e parave të pastruara. Përgjithëse thash Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë Ramaj. Tani janë bazë mirë sipas jush për nisjen e hetimeve, mund nis gjëra nga këtu? Se dhe në ardhje ceku pak më herët përpara se të dëgjonim deputetin. Pa diskutim. Unë nuk besoj se parat që vijnë nga jashtë, kryesisht parat informale, trafiku drogës, mund të qarkullojnë përtej sistemit bankar. Pra, një gjë është Banka e Shqipërisë, roli, por roli kryesor është bankat e nivelit 2. Ato mund të manipulojnë, mund të menaxhojnë shumë mirë, mund të fshehin para të pisët të hyrë në Shqipëri. Sepse trafiku drogës, fitimi i madh nuk është brenda vendit, është jashtë vendit. Sigurisht. Dhe këto para duhet vinë këtu në një formë apo një tjetër. Prandaj përmenda kompani Guas, që është përdor shumë shpesh. Pra, kompani në vende ku nuk kërkohen ortakët, pra nuk deklarohen pronarët, atje fshihen, krijohet një kompani, krijohet një tjetër, ajo kompania 2 e 3 vjen në Shqipëri, ajo ka 2 kompani mëm që janë në një X ishujt Cayman ose vend tjetër. Aruba. Në çdo vend, Aruba, në shtete tjera që janë parajsa fiskale dhe vinë në Shqipëri si investitor serioz. Dhe banka këtu pas një lloj që ka një detyrim ligjor të fortë për të kontrolluar nga vjen origjina. Banka e Shqipërisë mund ta zbërthejnë kompaninë offshore, mund ta zbërthejnë ta marrë informacionin? Patjetër. Banka e Shqipërisë, çdo institucion shqiptar mundet kërkojë të dhëna nga shtetet përkatëse.
Por e i blokon, ma s'ka nevojë me kërku fare, do na e blokon këtu, në origjinë direkt. Po pra, i blokon dhe kërkon pastaj justifikimin që këta janë investitor serioz. Banka e Shqipërisë nuk ka interes që qindra kompani dhe individ të bëjnë këtë gjë, mendoj unë, për politikën e Shqipërisë, për politikën monetare, sepse ja ku jemi tani në këtë pikë që leku po forcohet. Dhe është ai debati i madh se pse po forcohet leku dhe pse Banka e Shqipërisë blen euro. Pse? Sepse ka tepritse eurosh. Sepse kryesisht paraja piset futet me euro, nuk futet me lek. Nuk e shet njëri kokainën në Europë me lek. E shet me euro, shumë e thjeshtë. Në thënë të drejtën, po të shohësh dhe këto njoftimet e policisë kur kapen para nëpër pika doganore, janë, domethënë 90% janë euro, pastaj janë ca monedha të tjera tuaja. Kryeministrin e ke dëgjuar kur thot pensioni mesatar në Shqipëri është 300 euro, 200 euro. Paka mesatare thot ministrja është 700 euro, nuk e thot 700.000 lek. Se kupton tani që e thot 700 euro se është 650.000 lek, paka shumë. Pra, është kjo lloj loje që diskutohet. Po, patjetër. E kuptoj. Faleminderit Ramaj. Ju e cekët çështjen e bankave, një tjetër moment ku ndal edhe deputeti Ndoja ishte pikërisht tek agjensitë, të cilat merren me le të themi hetimin e paraspist. Është agjencia e pastrimit parave dhe jo agjencia e inteligjenca financiare, se janë të ndara ato, është drejtoria e parandalimit të pastrimit parave, janë disa. Ne shohim kryesisht në debatin publik avokat që gjithnjë kërkojnë nga SPAK-u, e kërkojnë dhe njerëzit ç'po bën SPAK, ç'po bën SPAK. Edhe ne e bëjmë këtu, ndoshta e bëjmë më të drejtë apo pa të drejtë, kërkoj tani të ma shpjegoni ju, sepse ne pas kemi edhe institucione tjera. Përpara se të shkohet, finalizohet, pse do duhet të shkojë deri në SPAK kur mund të parandalohet, po themi. Teorikisht neve mund të kemi rreth, tani këtu e kam me parafërsi, rreth 30.000 punonjës në gjithë Shqipërinë, të cilët përbëjnë një nukull kryesor të këtyre agjensive, që sapo citove ti pak më përpara, nga LTKPI-a, kjo agjensia e pastrimit parave, kjo e drejtoria e parandalimit pastrimit parave, inteligjenca financiare që ka një tjetër. Janë shumë, janë disa struktura. Auditet, se ndë auditet janë të gjitha në çdo bashki, në çdo ministri. Auditet e brendshme. Po, dhe të brendshme. Pastaj edhe KLSH-ja, kontrolli i shtetit, pra auditet. Pra janë një trup prej 30.000 vete, 30.000 që po them unë, të cilët për mendimin tim e marrin lekun nga mjezi deri ndar krye kaput kot më kot. Edhe shtrydhin 20 prokurorët e SPAK-ut. Këta paguan kot për mendimin tim. Tani nuk asnjë raportim s'kan bërë ata, as në prokurori, as në institucione të tjera. Po më gjete. Ndoshta këtu nuk dua që të jem absolutist, sepse nuk ndoshta ka ore. Po aq sa di unë po them. Po më gjete një audit në Republikën e Shqipërisë, në bashki apo në ministri. Auditet brendshme. Të brendshme, që bëhen vetë institucioni. Që bëhen vetë institucioni. Po aty që kanë nxjerrë shkelje. Që kanë nxjerrë shkelje dhe ka çuar në prokurori dikë. Po këtë dëshoj. Që kanë nxjerrë shkelje dhe e kanë çuar e kanë referuar në prokurori, se kjo është detyra e auditit. Kontrollon se çka ka bërë le të themi drejtoria e financës, ajo e prokurimeve publike, tek rrugët, tek po gjithandaj kjo është puna e tyre. Ata janë një lloj prokurorie brenda institucionit. Okej, e thon thjesht. Po e thon më thjesht. Nëse ti më gjen mua një rast vetëm që këta personazhe kanë bërë një shkresë, ja kanë referuar le të themi kryetarit të institucionit, kryetari bashkisë apo ministrit të financës, drejtorit, po. Kujdo institucioni. Dhe pastaj kjo ka shkuar në prokurori, me thon drejtën, pastaj nuk e di se çfarë, do të përplas 2 apo 4 duar se nuk e di, 2 kam gjetur. KLSH-ja është institucion më vete. Ka gjë. Është audit tjetër. Mos u merr me këtë, merr me një gjë tjetër. Auditet thashun se i ngrita shumë, domethënë kërkoha shumë nga vetja. Ti ke institucionin e LDKPI-s. Institucioni i cili institucioni i deklarimit pasurive dhe konfliktit të interesit. Tani, po të shkosh aty, unë ve bazë domethënë që ata as që e marrin mundimin që të merren me historira të këtyre sa para ka futur njëri, sa para ka futur tjetër. Mua më mjafton vetëm një rast konkret. Zonja e nderuar Belinda Balluku në 2013 pa ardhur në qeverisje, kur e ka deklaruar, sepse si drejtorish e alp kontrollit aso kohë, deklaronte 90.000 euro të ardhura në bankë ajo zonja. Në 2023 deklarata e pasurisë së saj është 10 fish, 15 fish, 20 fish më e lartë. Pasuri në vlerë monetare që kalonin gati 1 milion e kusur euro, pasuri në sprona më thash.
Unë nuk du të merrem fare me personin Belinda Balluku, se ndoshta si puna e Belinda Balluku janë e gjithë shpura e njerëzve të cilët janë sot në drejtimin e këtij shteti ose të atyre bashkive, ata që ishin dhe këta që janë, që mos bëjmë diferencime midis gjës. A më thua ti mua, si është e mundur, si e ka justifikuar LDKPI-ja këtë rritje cilësore të pasurisë së Edi Ramës? Si e ka bërë më? Ore, si u rrit ka? Ha buk ky njeri apo s'ha buk vëlla? Harxhon ky lek për familjen e vet, për pushime, për makinën, harxhon ky sa zona se dhe gjë, ky I ka të gjitha neto fitim edhe në rroga është e ulët dhe në I pas vet fitim, si është e mundur? Dhe kjo pastaj tragjika më e madhe është që LDKPI-ja nuk e merr fare, dhe ky është institucioni më I lartë që duhet merret në këtë histori, Mos harroni, institucioni më I lartë. Dhe që këtu nis fillesa e pastrimit të parave për cilën ne po flasim. Për ta brenda, jo për ata që vinë nga jashtë, si është e mundur o zotëri nderuar, që ti minimalisht nuk I bën një kontroll, të thjeshtë më. Një kontroll të thjeshtë. Si është e mundur që gjithë këta njerëz kanë kontrata dhurimi? Kanë pagër ligjor ata avokat që mund bëjnë. Ka me ligj më. Me ligj. Ka me ligj më. Kanë ata vetëm vetëm këta gjejnë vjerra, nënë e bab, vëllezër dhe motra që u falin shpira. Dhe u thema, unë pas kam qenë një pafat fare më burrë, dhe unë as vjerë, as kunetër, as vlezër, as motra që më falin mua. Vetëm tyre u dhurojnë pasurira. Pra, është alogjike. Edhe më duket se përpara një 7 nënshkë e kemi deklaruar, ta kam thënë për batut. Ajo s'ishte batut, sa është një gjë që unë e kam përjetuar vetë në 2007-2008, kur isha në zyrën e një drejtori të asaj kohe të qeverisjes Berisha, kolegu imi, shoku imi, dhe e merr ai I LDKPI-s dhe I thot: Zoti Andi Bora, po, vëre këtu të deklarata jote e pasurisë që keni shkruar që unë parashikoj që për vitin 2008 të bëj 1 milion euro pasuri. Po I thot ky, po si 1 milion euro? Po I kam ndërmend o goca, do t'i bëj 1 milion euro, I kam ndërmend t'i bëj. Pra, deri këtu ka arritur idiotizmi I atij institucioni. Ta tregova si rast konkret që kam qenë. Kurse këtu nuk I kanë më ndërmend. Këtu I bëjnë fakt vlla. Këtu I bëjnë fakt, dhe fakti qëndron në një gjë shumë elementare, se nga viti 2013 deri në këtë vit që ne po flasim, nuk ekziston një tender në Republikën e Shqipërisë që të fitohet nga një kompani që ka dhënë çmimin më të ulët. Tek një. Në asnjë bashki, në asnjë kryeminist, në ministri apo kudo qoftë, nuk ekziston një tender që të fitohet nga kompania që ka dhënë çmimin më të ulët. Nuk llogaritet fare. Por fare, nuk shqohet ndërmend. Pra e kuptoni se për çfarë po flasim? Për miliarda e miliarda euro, të cilat I vidhen këtij popull nga mjezit e ndark, dhe ti më thua mua pastaj, a kemi ne qeverisje? Jo, molla, çfarë tre qeverisje kemi ne këtu? Ne s'kemi as institucione, as qeverisje, dhe gjithçka e kërkojmë te një SPAK I cili nga njëra anë e ka të kufizuar për shkak se 20 veta janë ata. 20 janë ata. Edhe e dyta nuk janë marsianë ata vlla. Një njerëz që jetojnë këtu, dhe e treta, edhe ata miku im kur vjen puna bëhen pragmatist. Kur s'punon ti thotë të punoj unë apo jo? Po tani në këtë kontekst. Edhe ata shikojnë xhepin e tyre. Presioni I politikës është shumë I fortë mbi SPAK. E qartë. Megjithatë, por me sa duket, por nuk e di ta them, kanë ngrënë presion në raste të caktuara apo nuk e kanë ngrënë. Këtë se po e themi kështu dhe ndoshta në zhargon, pra kanë rënë prej presionit dhe janë ndikuar realisht në çështje të caktuara. Ne kemi rastin e 2 zyrtarëve të Arubës, emra të cilët mbahen sekret, unë nuk e di pse do duhet të mbahen sekret nëse ka zyrtar publik, 2 po them se nuk e di, mund të jetë 1, mund të jenë edhe 5, se s'paka 2 të zyrtar publik, nuk e di se çfarë sekreti jetimor ka më aty, është Edi Rama, është Leonard Karaj, është Andi Bora. Me se këta meritojnë dhe demaskim publik, Po, mbase varet në çfarë fazë është hetimi, mbase duan ta kalojnë një moment problematikën e hetimit, që mund të ketë lidhje, këta mund dinë nëse dalin publikisht, mund të trëmben faktorë të tjerë, mund ndikohen etj, dhe në një moment dytë besoj se SPAK do ta nxjerrë. Ata që kanë qenë atje e dinë. Nuk ka nevojë, nuk ka problem nëse ja u thua emrat, por ç'është ndikimi. Edhe derisa janë publik, duhen bërë publike. Unë jam për t'i bërë publike. Domethënë të dalin, domethënë realisht nëse ka zyrtar patjetër. A mund të them vetëm një gjë këtu? Apo do bësh pyetje? Kisha një pyetje për çështën e agjencive lizbatuese. Mbashni aty, lutem edhe rikthem. Për agjencitë të cilat merren me kontrollin financiar, hetimin financiar, parandalimin e pastrimit të parave, ç'mendim keni ju, Edi Ramaj? Punojnë apo nuk punojnë këta? Jam prap në atë diskutim, e tha
Leonardi, pra këta kur vje puna për qytetarë kret ndershëm, thjesht, që nuk sjellin pasojat ndaja, i kërkojnë llogari në mënyrë maksimale për gjëra të vogla, dhe kur vjen puna pastaj për gjërat shumë të mëdha ose fsheja, apo këtë që po diskutojmë ne, pikërisht futjen e paras informale në treg, institucionet duken sikur nuk punojnë ose nuk ekzistojnë. Vetë nga raportimi i drejtuesit prokurisë posaçme para disa kohësh u tha që kallëzime nga institucion shtetëror ose raportime janë zero. Këtë e thot çdo punonjës i shtetit apo çdo raport për shtetin. Pra nuk ka kallëzime penale, nuk ka raportime drejt për drejta në prokurori apo në institucione të tjera, apo dhe në këto institucione financiare nga shteti i cili ka detyrë ose institucione shtetërore që kanë detyrë për të raportuar, për të gjetur problematika të tilla. Dhe bankat, ishte i njëjti problem. Pse bankat nuk raportojnë ose nuk tregojnë kur ka veprime dyshimta? Nuk ka veprime dyshimta ke 1 milion lekë të reja të vjetra etj. Problemi është nëse vjen një shumë 10 milion euro. Aty direkt duhet stoposh. Ajo që tha Leonardi, Banka e Shqipërisë do të priti herë. Ta verifikojmë, mund të jesh shumë i ndershëm, është një biznesmen serioz, sjell para, do të investojë, është drejt. E bën Italia këtë, e bën shtetet e tjera. Ne kemi parë për shkak punës, pra do të dali një kapital nga Italia të vinë në Shqipëri, shteti e verifikon, shkon dhe deri në gjykatë. Pra, është ky kapital. E bën me paratë e dy vëllezërve nga Katari për punën e Zvërnecit, ai bllokuan 24 orë. Po, Spaku. Pas 24 orë, atë që kërkoi, atë që kërkoi Spaku do duhet mos e kishte kërkuar fare Spaku. Ta kishte bërë Banka e Shqipërisë. Ose edhe bankat e nivelit 2, për shkak të raportimit që ato bëjnë tek këto institucione, ke pastrimi parave dhe ke institucione të tjera. Dhe për të ruajtur një lloj barazie në treg, nuk është çështje për të ruajtur një lloj ekonomie të shëndetshme. Po thash, interesi këtu, tha edhe më herë, nuk është për të bërë ekonomi dhe investime normale. Këtu është interesi të bëjmë disa kulla nëpërmjet tyre parave që është gjetur forma dhe mënyra në Shqipëri, mbase jo vetëm nga politika, por nga gjithë krimi, nga gjithë sistemi që e ka bërë kjo politik, të marrin këtë para dhe ta përdorin në Shqipëri fatkesisht. Nard, atë që mbajtesh një falenderit Ramaj? Bëj pyetje dhe do vazhdoj. Jo, nuk kam pyetje sepse unë duhet të kaloj me foto. Të lutem regjia, më kalo pak janë 3 foto që kam nxjerr nga faqja zyrtare e prokurorisë posaçme SPAK për kërkesat të cilat i drejtohen nga mediat kryesisht institucioni dhe përgjigjet që ka dhënë. Nga ajo çfarë arrita të shoh sot, duke eksploruar këtë faqe, doli dhe në media, një mori mediash ndërkombëtare si CNN, The Times, e tjera, Anadolu, domethënë agjencia Anadolu, turke, britanike, i kanë drejtuar kërkesa SPAK-ut. Atëre, kalojmë në foton tjetër, sepse kjo ishte The Times-i britanike shkrua në datë 24 qershor. I ka dërguar një kërkesë SPAK-ut dhe thot gazetari aty do të janë duke investiguar thot aktualisht të dhëna thot në qoftë se Izraeli është i përfshirë në investimin në Sazan dhe Zvërnec në disa video në TikTok pra në Gjermani presupozohet, pra pretendojnë që Shqipëria zyrtarisht është duke shitur pjesë të territorit të Izraelit në një nga këto video cila ka marrë 1.2 milion shikueshmëri thot në disa media tjera ka raportime të cilat kanë ardhur në vëmendjen tonë thot ku pretendohet që SPAK thot është duke investiguar transakcione të cilat lidhen me një projekt turistik në Sazan dhe Zvërnec të tjera me radhë dhe një përgjigje SPAK-ut e cila vjen rreth 2 javë më pas në datën 10 korrik 2026 thot në përgjigje të kërkesës suaj thot ne mund të konfirmojmë që SPAK-u ka nisur një investigim lidhur me këtë çështje përsa në linjë in line with the confidentiality. Për sa i përket thot kërkesës të konfidencialitetit tot dhe sekretit hetimor nuk mund të bëhen më shumë detaje publike, për më shumë të dhëna thot kërkoni në postimet zyrtare, njoftimet zyrtare të SPAK. Për çfarë thot? Që kemi nisur thot, konfirmohet që SPAK ka nisur një investigim lidhur me këtë çështje. Pra për investimet flasim. Atëre, media botërore nuk është në fazë fillestare thotë. Po, media botërore që ta sqaroj mirë këtë histori. Po, nuk është se po interesohet sepse këtu vërtet ka një shqetësim në lidhje me demokratizimin e Shqipërisë apo jo. Pra, nuk është këtu çështja nëse në Shqipëri ka një standard demokracie apo jo.
ajo çfarë po bën media botërore në rasti konkret, mua më duket si një lloj lobimi i fortë nga shoqëri të ndryshme, ndoshta edhe e Sorosit, që ka lidhje më së shumti me kundërshtinë ndaj politikave të presidentës aktuale të Donald Trump, të presidentit Trump, dhe familjes së zotit Trump, sepse aty është Jared Kushner, është ëndri i Trumpit, ai për cilin domethënë është letimi aureola ose pika kryesore strëmbullari gjithçkaje. Pra të mos e ngatrojmë media botërore me idenë domethënë sikur këta tani po bëhen zëri jo, nuk është kështu. Ne do donim të ishte kështu. Realisht. Por nuk duhet ja bëjmë qefin për te kësaja. Media botërore e ka vënë Shqipërinë. Protestën e ka mbështet. Në këtë arsye e ka mbështet. E ka vënë në Shqipëri në qendër të vëmendjes dhe ndoshta dhe protestën, jo për shkak domethënë për të na treguar që këtu çfarë po ndodh me demokracinë në këtë vend. Por çfarë po ndodh me faktin domethënë që një komb sipas atyre si Izraeli po mundohet për të bler një territor në Republikën e Shqipërisë dhe kjo nuk është një gjë që nuk ka ndodhur më përpara në vende të tjera. Ne nuk e kemi të njohur. Por në vende të tjera ka ndodhur po. Aq sa ne vjet diskutonim në për truezat mediatike dhe aty den pa shembull që mund të vinin gjithë ata palestinesë që ishin në Gazë e transferoheshin në Shqipëri. Hodha edhe ajo ide e çmendur atëherë. Mos u çudisni. Ti sot e ke opozitën reale të Iranit në Kamës sot. Të dislokuar aty sot e 10 vjeta, 12 vjet. 10 vjet fiks, 2016 kanë mbështypen kur erdhën, 10 vjet. Po, ata aty ka për të qenë, aty ka për të qëndruar. Nuk besoj domethënë që do lvizin që aty. Ashtu si kundër ka pasur para 100 vitesh bosnjakët dhe janë aty në atë fshatin që midis Manzës edhe Vorës. Po ta marr si shembull. Kjo është historia edhe e qasja e medias botërore. Mediat botërore duhet të kuptojnë në Sazan, apo shitet Sazani si një pikë strategjike në mesdhe, jo për Shqipërinë më. Ja, çfarë thotë CNN i Londrës në datën 2 qershor, vetëm 3 ditë domethënë mbasi kishin nisur protestat, 28 ka mbështypje, 29 nisi protesta në Zvërnec, u zhvendos në Tiranë, datën 2 qershor i shkruan: "A mund të konfirmoni thotë që SPA ka hapur një investigim thotë për sa i përket një rezorti, ndërtimi i rezorti, a ka plane thotë për të ndërtuar në zonën e mbrojtur në Pishporonart, a ka një investigim thotë i cili do të jetë për Affinity Partners dhe për tokën që pritet të marrë. Affinity Partners është kompania që zotërohet nga Jared Kushner. Në përgjigje kërkesës suaj thotë struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPA konfirmon thotë që nuk ka një investigim të hapur thotë lidhur me ndonjë projekt të lidhur me zotin Jared Kushner. Mos u lodhma këtu. Nuk ecim ke tjetra regjia, kemi edhe një tjetër. Mos u lodhma. Prit se kemi edhe një tjetër. Për një investigim thoshte të ndar aty. Vazhdonte fjalia. Okej, atëre. Separate investigation do ta shpjegoj unë si është ajo, sepse është, po nuk ka lidhje me ecim ke tjetra regjia. Me tjetrën që vazhduam, është një qytetare thotë, edhe ka bërë edhe një kërkesë. Struktura speciale pra SPAK nuk ka iniciuar asnjë investigim pra hetim lidhur me zhvillimin e një projekti në Sazan. Unë së dia kam nxjerr foto tjetër regjia, por për Zvërnecin ka hetim, e konfirmon zyrtarisht, sepse ne e dim që ka një hetim, fakti që u bllokuan parat 24 orë. Tani faleminderit Nart. Çfarë do të thotë kjo? Për Zvërnecin kemi një hetim, për Sazanin nuk kemi një hetim, duket sikur dhe presioni ndërkombëtar ka qenë pak i ndarë, edhe Bashkimi Evropian ka qenë pak i ndarë, është folur për Zvërnecin dhe nuk është folur për Sazanin, siç po prekte Nardi. Shiko, ka dy ndarje mendoj unë. E para njëherë është e drejta e prokurisë posaçme për të parë se ku qëndron problemi. Pra prokuria posaçme mund ta ketë nisur hetimin mbas disa indicjeve ose situatave. E para, Zvërneci ka probleme me pronësinë. Këtë e kuptojmë. Sazani jo. Sazani është një tjetër territor ushtarak. Zvërneci është zonë e mbrojtur, pra futet ke kategoria e ligjit për zonat e mbrojtura. Ndërsa Sazani është tjetër zonë ushtarake, tjetër kategori. Dhe këtu ka diskutime. Problematika mendoj unë e parë dhe hetimi duhet shtrihet, duhet fillojë nga Zvërneci dhe nëse ka pastaj zhvillime të tjera, pra që kjo linja e Zvërnecit hapet për më tepër, pra kanë lidhje dy gjërat njëra me tjetrën,
Sazani me Zvërnecin, atëherë hetimi mund zgjerohet dhe drejt Sazanit. Por interesi i prokurisë posaçme, mendoj unë, nuk lidhet me investitorë si Jared Kushner, lidhet me individ të tjerë të cilët shihen mbas këtij investitori, se Kushneri kuptohet që është një investitor serioz. E ka treguar me projekte tjera, por a ka interes të investojë në Sazan, apo e ka thjesht një ndërmjetësim, apo nuk e di çfarë më të thon, nuk e kuptoj këtë pjesë. Apo është thjesht emri, apo garancia që kryeministri Rama ka dashur të përdori për të futur investitor të tjerë apo njerëz të tjerë të lidhur me atë botën e errët që përmendëm më herët. Pra ky është problemi dhe prandaj e përmend me emër spak, siç e shoh unë, modestisht, dhe thot që ndaj Jared Kushner nuk kemi një hetim. Dhe ndaj Sazanit nuk kemi një hetim që është përgjigjja tjetër. Gjithsesi nga data 2 apo data 8, pra dy datat që po i përmendim këtu, dhe 2 dhe 8 qershor, besoj ka zhvillime në prokurorinë e posaçme deri sot. Prandaj ishte edhe pjesa tjetër, po ka mbetur te pjesa e Zvërnecit. Duhet të hetohet një herë Zvërneci edhe në kundërshtimin tim. Pastaj duhet parë nëse ka për të zhvilluar për te Zvërnecit duke dalë në Sazan, apo jo të mbetet te kjo pjesë. Sepse realisht nuk u kuptuar Ramaj, po ta vëshre. U lidh emri Jared Kushner dhe me Sazanin dhe me Zvërnecin. Domethënë media ndërkombëtare e lidhi automatikisht Zvërnecin me Jared Kushner, madje Financial Times, mua më kujtohet tani që edhe kanë trajtuar, tha që flamingot e Zvërnecit do përballen me buldozerët e familjes Trump. Po, ky është dyshimi dhe këtë nuk e thot qartë as kryeministri dhe as një nga zyrtarët e politikës. Pra, ka lidhje projekti Sazanit me projektin e Zvërnecit drejt për drejt, është i njëjti investitor, duhet ta thot kryeministri, se kryeministri ka nxjerrë një projekt, edhe pse thot s'ka projekt për Zvërnecin. Ai ka publikuar projekte, ka dhënë miratime për këto zona. Dhe ai duhet ta thot. Dhe për mua, për çdo projekt duhet ishin publik të gjithë investitorët, por kjo është çështje tjetër, ja kërkon dhe ligji, por këtë nuk e bën qeveria, nuk e ka bërë asnjëherë. Dhe pse mbahen akoma të fsheta situata për këto dy zona? Pa asnjë arsye, apo bën investim serioz, siç thot kryeministri, apo vjen dikush të investoj për të zhvilluar Shqipërinë. Çdo gjë publike, nga projekti, nga financimi, nga parat, nga individët, gjithë duhet të ishin. Dhe prandaj thash në hyrjet e misionit, në momentin që prokuroria e posaçme i shkon deri në fund, për Zvërnecin do kemi një zhvillim shumë interesant, do kuptohet lidhja midis atyre të cilët duan të investojnë pikë dhe paras zez dhe qeveritarëve të korruptuar, sepse këtu nuk shoh asnjë gjë tjetër. Mbulimi që i bën qeveria me ministrat, me Edi Ramën, me gjithë tjerët, lidhet vetëm me pjesën që këtu ka pasur korrupsion dhe para në zez.